influencim, njëri që bënte balanca, mos harro, Gjemal Fetaj ish LPK, ky që profesion të ledekesh edhe kishin një krevat dy katësh. Pra njerëz të mëdhej që kanë ditë mi të i kalu vetën dhe këto farë ngjyrat politike, këto gjërat tjera, për shka, për një kauzë më të madhe që ishte lufta dhe liria për Kosovën. Atër kishim një parti, ishte ushtëria shqiptare e Kosovës. Një politik, lufta me shtyrë Kosovën. Dhe këta burrat mëdhej kanë ndërtu këtë doktrinë. Prandaj e di që kom reagu pak keq, do shta kom thonë fjallë që edhe si kisha thonë një rrethon tjetër. Edhe prap jam nis kam ashtu, jam dëshpëru pak, jam prek pak. Na kemë edhe raport familjar, po s'ka të ndiku kjo, sa ka ndiku madhështia atina. Kështu, po çfarë ndodh tani? Në asnjë moment. Sa ty janë vrarë luftarët mëdhaj, Bashkimi, Fadilje, dhe gjithë janë të mëdhaj ata që janë vrarë se tek nana secili është heroi i tij, edhe për ne janë heroi ton. Ka ndodhur mrekullia. Me të vërtet kanë mundu me majtë vrasjen e Agimit të Salit, pak si në mbuluar, që po thotë në ju. Por, ka ndodhur një mrekulli tek luftarët, tek shpirti i madh i tyre. Jo që s'janë thy. Po ka ndodhur një betim se aty ku ka ra gjaku i një dëshmorit. S'ka më shkel, kur ka më armikut. Edhe kështu kanë ngel deri fund. Kanë ndikuar. Kur mos ka shkel kama e armikut në ato pjesë ku kanë ra dëshmorët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është madhështia, kjo është mrekullia që ka ndodhur. Atmosferë e tillë ka qenë edhe në zona të tjera. Se njerëz të mëdhenj, pra motivojnë edhe me aktin e vdekjes motivojnë. Në malet e Kleçkës ku ka vepruar edhe Sadik Sharle, dëshmori Sadik Sharle, i cili ka rënë në Rahovec, ka qenë një djalë luftar i kalibri i pamposhtur dhe është marrë më shumë me punë të logjistikës dhe ka qenë motor i brigadës 121, bashkë me Smetja Sharin, bashkë me Agim Qelen, bashkë me Bisim Zirapin, që ka qenë i pror i shkath dhe shumë i afërt komunikues edhe ka luajtur në rol shumë të madh në unifikimin e gjithë dëshpëtarëve të popullit. Sot i është dhënë lajm të mira e fundit Bujar Bukoshit, ish kryeministrit të Kosovës, kryeministrit në ekzil. Edhe më bëri përshtypje edhe deklarata e zotit Berisha në momentin kur thotë kemi patur një partia ka qenë ushtria shërimtare. Ashtu është. Po nga këndvështrimi juaj, si shihnit atëherë ndasit politike, a e bënin punën e tyre, apo faktorët kishin harruar, po përpiqeshin që ta shohin interesin madhor, interesin madhor ishte çlirinë e Kosovës që ishte kulmuar me pjesën më të madhe të luftës kam qëndruar në Drenicë, edhe në Dugazhen, po më shumë Drenicë edhe në Llap, por nuk kam vërejtur që ka pas ndasi të tilla, si që propagandohet shpesh në disa gazeta, që të mos botën sot një propaganda të mërshme për me përqau popullin. Edhe ka pas për tendencë të tilla, mirë, por në vjet e frontit nuk janë vrejt ato. Aty në vjet e frontit kanë qenë gjithë luftëtarët, pa marrë parasysh të gjitha treva shqiptare, edhe veprimtarët e LDK-s kanë qenë mobilizuar në luftë, edhe të LPK-s që kanë ardhur nga perëndimi, por edhe njerëz intelektual që kanë qenë parti, nësi parti, këtë populli ka qenë shërbim të UÇK-s. Dhe qeveria në ekzil, në krye me Bujar Bukoshin, ka dhënë kontribut të rëndësishëm gjatë luftës për çlimin e Kosovës. Gjitha fondet që kanë qenë, me të cilat ka disponu kjo qeveri, 3% që dhe fondet tjera, kanë qenë shërbim të luftës. Unë e mbaj mend kur kanë ardhur mjetet financiare edhe në shtabin e përgjithshëm, edhe në zonën e Llapit, edhe në zonën komunë ka rreth Soarekës edhe këtë kumbasin informacione të tilla, thotë Bujar Bukoshi ka dhënë kontribut të rëndësishëm sepse ai e ka mbështet ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe s'u angazhuar për unifikimin e krejt faktorëve edhe politik edhe ushtarak për të qenë shërbim të luftës për çlimin e Kosovës. Tjetër që dikush përpiqet të bëj politik në dëm të kishte ka të pas përqami, ka pas ndasi, por unë nuk në vjet e frontit nuk kam vrejtur përqame të tjera siç ka qenë në Tiranë. Në Tiranë është ka mujt me pas, por në vjet e frontit ku ka vepruar dhe ku populli ka luftuar për luftë dhe për jeta vdekje, këto nuk kanë mujt me marrë konsiderim. Cili ka qenë roli i Bukoshit në atë periudhën e unifikimit? Flitet që ka luajtur rol të rëndësishëm në raportin shembull që e përmendi zoti Bytyqi, çështjen e alokimit mjeteve 3% në interesin
madhor dhe të pashmangshëm